pritur është arrestuar të shtunën në fshatin Shal të Lipjanit, në ndyshimin për thirrje me thik. Sipas raportit 24 orësh të policisë së Kosovës, viktima është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK dhe sipas mjekut kujdesar, ndodhet jashtë rrezikut për jetë. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje ndërsa rasti po hetohet si vrasje në tentativë. Dy persona, një burr dhe një grua, janë arrestuar në Podujev në ndyshimin se kanë penguar zyrtarin policor gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Sipas njoftimit të policisë së Kosovës, të dyshuarit kanë kundërshtuar kontrollin policor teksa ndodheshin në një vetur në prani të 3 dëshmitarëve. Gjatë ndërhyrjes, 2 zyrtarë policor kanë pësuar lëndime të lehta trupore dhe kanë marrë trajtime mjekësore. Tretman mjekësor u është ofruar edhe të dyshuarve. Pas intervistimit me urdhër të prokurorit, ata janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa rasti vazhdon të trajtohet nga organet kompetente. Dy raste të ndara të vjedhjes janë raportuar dje në Graçanic. Rasti i parë ndodhi rreth orës 3, ku persona të panjohur kanë depërtuar me forcë në një objekt fetar dhe kanë vjedhur rreth 70 euro, para të grumbulluara nga besimtarët. Njësitë policore kanë dalë me njëherë në vendin e ngjarjes dhe janë duke zhvilluar hetimet për identifikimin e të dyshuarve. Ndërkaq një rast tjetër, persona të panjohur kanë hyrë me forcë në fermën e pulave të një viktime mashkull kosovar, nga ku janë vjedhur 2 trafo të energjisë elektrike. Edhe për këtë rast, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet. Policia thotë se po punojnë në zbardhjen e plotë të 2 rasteve dhe kapjen e personave përgjegjës. Banorët e fshatit Grabranice Klinës kanë paralajmëruar një protestë në shenjë pakënaqësie, duke bllokuar për qarkullim rrugën magjistrale Prishtinë-Pej. Protesta nisi në orën 12, ndërsa kishte të bënte me kontekste pronësore të vjetra. Pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës morën pjesë në stërvitjen ndërkombëtare Dynamic Front në Gravenveria Training Area, e organizuar nga NATO dhe US Army. Në njoftim është bërë ditur se gjatë ushtrimeve, FSK-ja u angazhua në ngarkimin e predhjeve të mortajes dhe manovrimeve në mjedisin kompleks operacional me qëllim rritjen e ndërveprueshmërisë dhe gatishmërisë së forcave aleate për operacione toksore me zjarr të fuqishëm. Dhe e pyeti HKB-n nëse Izraeli kishte të drejtë mbi atë tokë. HKB u përgjigj, do të ishte mirë nëse do ta merrnin të gjithën. Komentet e tij shkaktuan reagime të menjëhershme nga Egjipti dhe Jordania fqinje, Arabia Saudite, Kuvajti, Omani, Organizatat e Bashkëpunimit Islamik dhe Lidhja e Shteteve Arabe. Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite i përshkroi komentet e HKB-s si retorik ekstremiste dhe të papranueshme dhe bëri thirrje Departamentit të Shtetit të sqarojë qëndrimin e tij ndaj tyre.